Kur ka godit mu vishek të parë, më kanë kap gjaks. Edhe shtypja më ka hedhë në ljup, pa edhe më ka kap ftyrës. Më ka upë synin e majtë, edhe më ka deformu ftyrën komplet. Plagët e tij nuk janë vetëm kujtime të betejave, por dëshmi e çmimit që paguhet për atë dheun, se liria ka emra dhe një prej tyre është Ilir Gashi. Po, babën se ta kanë vrarë? Po, ka viti 86, bashkëpunim shqiptar me Udhën, edhe më thotë shkëllëzajni largo për aty, se ka snajperista shumë. Dhe sa po për ullëm, kërse snajper ka bau në guri. Pataran rënë edhe në mina antitank, kur kom pas hup vedin. Aqë shumë o dëmtu kamioneta, sa kur ka shku goma të një ushtar atje që ka qenë në roje, e ka pa gumën ngullëm dhe ka thonë, si ka mundësi për na gjykan edhe me goma kamiona dhe sërtë. Flasësh për familjen Aradinës, do të më thonë që jetë i folë për kolës, se shqiptarët dojnë vetëm kur je i vdeku. Ata kanë qenë alfa omega, Dauti sidomos ditë që ka bo në betejën e Pozharit, ku edhe munges municion në nxertë pistoletën. Po, zonat u Huajinit ka qenë thuja komplete e minume për beteja. Cilën të flasësh, nashta ka bën pra tjetër. Po ka qenë vullneti ai. Që ju kanë bajtë. O me deko liri, që na ka majtë për mu përballë me ato forca. Sa ta kanë qenë frikacak, po armatimi e ka bët vetë, që gjithmona ka sulmu për i largët, jo për afërsi. Pra fat keq edhe të shqiptarë që po dëshmojnë aty. Ata merr mi u thonë fjala shqiptarë. I dim na qytete që kanë qenë fshatra, dikush muzika, dikush luftë. Me Tarakopa kanë luftu, jo, me Tarakopa s'kem luftu, i thëmë ati qytetarit ndynë që dulmin atë Prishtinë, po kam luftu marë. Emocionet janë maramendse kur e shen një dizerter që del televizion, të shanë, të fyë, e ti e ke pas shokin aty që tu ka vra, kjo është qeveri e krimit, kjo është qeveri e Ajnis, qeveri e Dejona Mihalit, që s'ka kur farë perspektive, që ky popull gabimisht është i votu.